ditën e djeshme, vrasjet e komuna e Parisit, tani nga moshat adoleshente edhe tek të rriturit. Një fenomen i cili nuk po ndalet në vendin tonë. Unë do të përgjigjem tani vetëm të njoftoj, nuk e kam dëgjuar profesor Tushin, kërkoj ndjes pra nuk vjen linja tek unë. Që sot problematikë është fakti që megjithëse ne i shohim situatës që duhet luftojmë bullizmin tek adoleshentët, tek paraadoleshentët, si një masë parandaluese që mos ta ndodhin në moshë të madhe, bullizmi në moshë të madhe ka po njësoj dëme, në mos edhe më keq për shkak të forcës fizike dhe për shkak të disa tipareve të arritura në personalitet dhe në karakter për këta persona, që e bën bullizmin në moshë të rritur akoma me pasoja më të mëdha. Në këtë rast ne kemi një 41 vjeçar i cili i merret një 34 vjeçari, pse? Sepse gjithkohës ai fyhej, lëndohej, bullizohej, nënshtrohej përmes fjalës dhe e gjitha kjo ndodhte edhe në praninë të njerëzve të tjerë. Dhe unë këtu dua të rri. Pra, ishte një model i ndërtuar gabim, bullizmi të këta persona dhe shpesh herë në këtë moshë konvertohet si stil komunikimi dhe ne justifikojmë me faktin që ashtu flet, ka me ton shakaje, po përmes shakash është edhe gjysma e vërtetës, se populli ka thënë ca fjalë dhe nuk i ka thënë kot. Dhe ka ndodhur në sy të gjithëve në kushte pune, që kushte pune sigurisht duhet të ketë një mbrojtje tjetër për stafin, duhet stafi të ketë një frym tjetër bashkëpunimi dhe edukimi për të bashkëpunuar përmes komunikimit që ndërtohet mbi parime të shëndetshme. Ndërkohë, ndodh në punë, ta dy persona fyen njëri tjetrin ose njëri fyen njërin më shumë dhe arrin të pika ku agravimi dhe revolta e personit i cili ndihet i fyer, i cënuar, i bullizuar, plus dhe ngarkesën e tij emocionale të pakorrigjuar, plus edhe ai që është ndjer i pambrojtur nga gjithë të tjerë që janë rreth rrotull, kalon te ky akt i cili është ekstrem. Pra bullizmi gjendet edhe tek moshat e mëdha, megjithëse ne e trajtojmë shpesh herë edhe bashkë në studio tek të rinjt, dhe tek moshat e mëdha ka të njëjta problematika ose shkakton të njëjta dëme në mos edhe më keq. Po thoni Suela që është i fshehur te moshat e mëdha dhe shfaqet le të themi apo evidentohet më rrallë, por që ai qëndron edhe te moshat e mëdha. Qëndron dhe dua të them tek dëmi. Pra qëndron sepse është ndërtuar, nuk mësohet sjelljet bullizuese, nuk mësohen në moshë të madhe. Pra mësohen që në veçëli. Dhe nëse nuk korrigjohen në moshë të madhe, janë bumerang akoma më i dëmshëm, sepse u kthehet stil jetese. Nëse në adoleshencë ne themi është një sjellje bullizuese e cila mund të korrigjohet, në moshë të madhe mund të mbahet monitoruar, por është akoma më e vështirë për ta korrigjuar. Dhe dëmi duhet dalë, dëmi është më i madh për arsye të forcës që kanë individët. Pra për arsye sepse ai është i rritur, për arsye sepse ai ka dhe ngarkesën e jetës së tij, për arsye sepse revolta e tij është akumuluar edhe me tipare të tjera, për arsye sepse ndoshta armën e ka më të lehtë për ta gjetur. Pra, agravohet akoma më shumë. Absolutisht bullizmi cënon vetbesimin, cënon raportin me njerëzit që në veçëli, dhe nëse nuk korrigjohet dhe shkon në moshë të madhe, ne kemi tashmë lëndim dhe marrje jete. Çka do të thotë që rrezikon jetën. Pra bullizmi nuk është më thjesht ajo fjala e gojës që ne ana shkalojmë në veçëli, s'ka problem, jo, merr jetë. Dhe duhet të korrigjohet. Dhe këtu them, jo vetëm për të dy persona që janë konflikt, jemi në marrëdhënie pune, mos harrojmë. Në marrëdhënie pune ka rregulla të tjera. Ka nevojë të transmetohet në Shqipërinë tonë edhe edukata e bashkëpunimit në punë. Pra nuk mund lejohet bullizmi të ndodhi kështu sikur s'ka asnjë gjë dhe personat të ndihen të pambrojtur pala e cila është cënuar, po ndërkohë në të lirën e tij për të thënë çfarë i doj goja personit i cili ka bullizuar. Se këtu jemi në kushte të tjera, ndryshe të ndodh bullizimi në rrugë, në lagje, ndryshe në punë, po. Pune ku nuk ka pse, domethënë ku duhet të jenë mekanizmat mbrojtës për stafin dhe për zbutjen e bashkëpunimit shumë të fortë. E qartë. Profesor Tushe, vetëm ne si shoqëri, si popull, për shembull, vrasim pa motiv, se ngjarjet e djeshme pa motiv janë. Edhe ngjarja në Berat, pse më prek e kalit. Një ngjarje para disa ditësh për një